Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show, që sjellën në çdo edicion personazhe interesante dhe primtar të spikatur të komunitetit shqiptar këtu në Gjermani. Dhe ku jemi tek këto personazhe, kam kënaqësinë që sonte të sjell një bisedë ekskluzive me Vitor Spaçin. Është një personalitet i spikatur i komunitetit shqiptar këtu në Gjermani dhe në të njëjtën kohë jep një kontribut prej shumë vitesh si kryetari i Qendrës Kulturore Shqiptare në Stuttgart. Përshëndetje i nderuar dhe mirë se erdhët në Origina Show. Përshëndetje, mirë se u gjetëm dhe faleminderit për ftesën, për respektin që na keni dhënë. Ju përgëzoj për këtë studio të mrekullueshme, u prifte mora dhe urime vitin 2026. Faleminderit shumë, le të jetë pra ky vit i mbar për të gjithë shqiptarët në diasporë dhe kudo ku janë në treva shqiptare. I nderuar Vitor, ku jemi tek Origina, do flasim pakës për vendlindjen tuaj. Sa e kujtoni atë? Ku është vendlindja juaj? Sa vite kaluat në vendlindje dhe pastaj erdhët në Mërgat? Po. Vendlindja ime është Prishtina, është Prizreni, është Tirana, është Shkupi, është Ulqini, por unë vi nga një fshat periferik i komunës së Prizrenit, fshati Shpenadi quhet, tashme ajo është një pjesë rurale, një fshat që mund ta quajmë kështu që është ju ka ngjit qytetit. Kështu që nga ajo zonë e bukur, që unë e vlerësoj si thesar, shumë bukur. Dhe kam kujtime shumë bukura. Deri në çfarë moshe keni pirë ujin e Shadërvanit dhe pastaj erdhët në Stuttgart? Ujin e Shadërvanit, patjetër, se e kemi pi. Dhe si i ri dikur na thonin nëse pin ujë Shadërvanit duhet ta gjeni edhe në Usën aty, edhe nuk kthehesh pa Usën nga Prizreni, ne ishim katunar. Por pishim por nuk gjeheshim në Usë, po ishim të ri, ishim në shkolla. Gjithsesi se mos më thuaj se keni shku me atë qëllim aty me pi ujë me gjetë nuse, a? Jo, ka kenë një kohë krejt tjetër, ka kenë një kohë ëndrave tona, të cilat kemi pasur si të ri ashtu, kur kemi kry shkollën fillore, faktikisht në Velezh atje, pastaj kemi kaluar dhe në Prizren, në shkollë të mesme, apo edhe në shkollë të lartë, dhe Prizreni ka qenë, si me thonë, ajo veni dhe vend takimi, ose si me thonë, ajo pika e referimit, ku kemi fillu faktikisht ato fillet e para të jetës. Për Prizrenin, për çdo shqiptar kanë një domethënie të posaçme. Po për juve, si prizrenali, po e marrim, çfarë domethënie ka Prizreni? Prizreni ka një domethënie shumë të madhe, sepse tashmo Ferranda edhe Via Egnetia e tjera. Prizreni në lidh me të kaluarën tonë historike, është diçka që nuk krahasohet ndoshta edhe me qytetet e tjera të Kosovës. E shijojnë Prizrenin, qytetarët e Prizrenit dhe natyrisht që përfitojnë nga Prizreni, sepse Prizreni është një multietnicitet, si me thonë. Mikpritës, një mikoqëri mirë. Jenë faktikisht jetojnë kombe të ndryshme, ta them kështu. Dhe e bëjnë një jetë normale dhe një qytetari normale pa ja marrë të drejtë njëri tjetër, por të gjithë në harmoni njëri me tjetrin. Atë e ka pas si trashëgimi, si me thonë, edhe në të kaluar në ashtu si kur isha unë si i ri, kemi kaluar shumë mirë. Dhe tani e shoh që Prizreni është ka rritet dita ditës dhe ka ndryshon për smiri, kështu që ajo është Prizreni jonë që faktikisht tërheq tani edhe vizitor nga jashtë, nga vendet tjera. Pavarësisht se zgjerohet, modernizohet, po gjithsesi ruhet, ndoshta do thoja me dashamirësi dhe fanatizëm ajo pjesa arkitektonike që është kemi s'ka me prezentu aty, kemi kala në Prizrenit e cila është rrin atje një kala që tregon lashësinë tonë, qëndrimin tonë stoik, gjoksin e nxerrur, se jemi autokton aty dhe pastaj kemi lidhjen e Prizrenit, aty kemi disa kisha, disa monumente që janë vërtet tregues dhe janë përçues shumë i mirë i së kaluarës tonë historike.
Dhe karakteristik tjetër është se vendalit janë tepër mikpritës në raport me, do thoja, turistët të shumë që vinë, vizitorët të shumë, jo vetëm nga qytetet e tjera të Kosovës për të kaluar një vikend që vinë në Prizren, por edhe nga hapësirat të tjera shqiptare dhe të huaja. Vlerësojnë, sidomos sjelljen e të gjithë atyre që merren me bizneset e lokaleve e kështu me radhë. Me të thonë të drejtën, ashtu edhe është. Tani më Prizreni është ashtu si që është, po i ka edhe ato anë të veta, ku ka nevojë që të përmirësohen absolutisht, por ja që çdo kund edhe në Gjermani këtu kemi nevojë dita ditës që gjithmonë diçka tret bime dhe diçka më të mirë dhe mira s'ka asnjëherë, por gjithsesi si është karakteristik dhe është një qytet që thot shumë dhe mikpritja natyrisht se është diçka që ushtrujt me shekuj, edhe është një trashëgimi kulturore e jona dhe në familje ushtrujt, por tani ne kemi pas një mundësi që dhe ta prezentojmë atë dhe të japim lavdin faktikisht me një projekt që vitin e kaluar e kemi pasur në kuadër të veprimtarisë urbane, patjetër, që kemi funksionu ashtu dikur me kanun e lek Dugagjinit dhe natyrisht se janë ato shtyllat kryesore që besa dhe mikpritja janë alfa dhe omega e çdo gjë një derë shqiptare, se edhe në armiku kur të ka ardhur mbrana, ja ki hap derën edhe ki thonë është mosafiri imi, edhe faktikisht edhe nesër nëse të ka dalë nga dera, pastaj s'ka pas besë, por nëse të ka hyrë në derë. E kështu që ky është Prizreni, siç e thash, ka dhe komunitete tjera që jetojnë në stilin e vet, në format e veta, në rregullat e veta, por unë po flas për atë pjesën time se si unë e kam jetu, si rrethi im, si njerëzit e mi, kështu që me thonë të drejtën, po, ne jemi aty një fshat të cilët jemi të gjithë pothuajse merditor. Të cilët keni ardhur në Prizren para shumë viteve? Ne jemi kthyer në Prizren. Ne jemi kenë aty në Prizren, ne kemi vorrezat e cilat datojnë që nga vitin 1300, edhe janë të dokumentuar dhe të shkruara. Pra, të parët tuaj janë rikthyer në vendin e të parëve. Në vendin e të parëve. Ne faktikisht gjatë kohës së poshtimit Osman që ishte, edhe thuhet ashtu që s'kemi dashur në nshtrimin, edhe jemi detyruar që të ngritemi në altë atje, tek fortesat e qendresës. Tek fortesat e qendresës, në Spaç atje. Edhe kemi jetuar ndoshta me vite, por kur është tërheq kjo perandoria e fundit, faktikisht jemi ardhur dal nga dal, jemi afru prapa aty ku kemi qenë. Kjo është historia jonë. Dhe kur kalon te disa rruga apo rrugica të Stuttgartit, të ngacmon ndonjë kaldrëm, ndonjë gur të kujton Prizrenin? Ngacmo shpesh me ndonjë objekt në këtë moshë kam fjalën. Shumë e vërtet. Të ndjell nostalgji. E kam një shtëpi aty ku jetoj unë, Plohingen, të thirrët dhe i ka kaldrëmet. Është një shtëpi që lufta e dytë botërore një qytet ku lufta e dytë botërore nuk e ka prek. Dhe është një shtëpi aty që daton nga viti 1440 diçka, 45 më duket. Edhe sa herë unë të kaloj aty edhe më kujtohet Gjergj Kastrioti dhe epoka tina. Është një shtëpi që faktikisht më lidh me të kaluarën time historike. Patjetër. Do vim një ditë të pim një kafe aty në atë qytet. Edhe ta vizitojmë. Erdhe për herë të parë në Stuttgart, në çfarë moshe? Cili ishte motivi? Ishte sikur i gjithë bashkëdhetarëve të tjerë apo? Me të thonë të drejtën, jo erdha për me u largu pak. Me u largu pak shtu. Ishin disa rrethona ashtu edhe por kur erdha këtu faktikisht si gjithë të tjerët. Hajt edhe një muj, hajt kështu, hajt ashtu edhe me do fare leje qëndrimesh dhe pastaj me të thonë të drejtën kur erdha këtu Kur shepiuin e Stuttgartit të vështirë të kthehet pas, a? Po, ishte pak problem, edhe dikush thonte që rri se edhe pak e dikush kështu nga familja,
Por gjithsesi si mbeta këtu, edhe pastaj fillum në Stuttgart u rjetizum paka shumë, në thonë të drejten, unë edhe atje kur isha në Kosovë, si i ri, si student, faktikisht, edhe pse nuk kemi pas lidhje shumë me qytetet e tjera të Kosovës, por në Prizren dhe në fshatrat rurale aty kam qenë aktiv në gjitha organizimet, duhe fillu prej pajtimin e gjaqeve dhe nga tresave në atë kohë, pastaj organizimin e demonstratave, pastaj ishin ato vitet, fillet e para të themelimit të degëve të lidhjes demokratike e tjera. Ishim fut pak në ato farë lëvizje, edhe kur erdha këto atëherë më interesoi se kisha dëgjuar ku është zyra ndërlidhëse. Si ju pritën gjeneratat e mëparshme të bashkëdhetarëve? Sa ishin ato të organizuar? Sa gjetët një mjedis të përshtatshëm për të vepruar? Gjeneratat na pritën mirë, patjetër, por tash unë kisha prindin aty në Stuttgart. Bukur. Kisha prindin, ishte, si më thonë, gjenerata e parë, por ai gjithmonë ka pretendu që kryeni shkollimin dhe jetoni atje, ashtu më ka... Ta shikon si një mundësi e përkohshme me Gjermaninë dhe jo më të gjatë. Ashtu që pastaj fillu me i njoft edhe të tjerët, me që dhe dasha mirë, por unë si i ri atëherë u lëshova pak në Königstrasse atje ku interesova për zyrët dëlidhëse që i kishim dëlidhës demokratike, edhe aty u futa, u njoftëm nërveti edhe fillum nga aty nga ajo ku faktikisht me Stuttgartin atëherë u mishnova, të thamë të vërtetën, këtu e njofta dhe Kosovën, njofta dhe mentalitetin e shqiptarën përgjithësi edhe i kishim një kauz për bashkët, edhe kështu që atëherë në një mënyrë e gjeta dhe një shtëpi të dytë, si me thonë, përveç asaj banesës që e kishim të vogël, që s'ishte shtëpi, por ishte një dhomë e gjysmë, por e ngjeta atje në Königstrasse dhe kështu që fillum pastaj edhe njohin nga më të afërt, por këtë motivim më dha të thëmë të drejten një veprimtar i çështjes kombëtare, është Kul Mërturi, që nëse më lejohet të flas 2 sekunda për te, është njeri që ka punuar në heshtje dhe i takon periudhës së Jusuf Kërvallës, Kadrizekës dhe Bardoshit, dhe ai nuk ka hezitu absolutisht të me tregoj se kush është i besueshëm e kush nuk është i besueshëm. Sepse ishte kohë që edhe unë si i ri, faktikisht ai më ka ndihmuar shumë edhe u orientova. Shkilje në drast kalbur që kanë pa. Ishte, sepse ishin pak turbulenca, se njerëzit ishin ato mërgata, ishte paka shumë, nuk ishin as tonifikuar, si me thonë, sepse ishin ato... Ka ndodhur shpesh që ndonjëherë të merrje ndonjë vendim që ta lije Gjermaninë, po flas në momentet e para të ardhjes në Gjermani. Ke qenë i dyzuar? Me të thonë vërtetën po, unë kur i ku marr shoqen time dhe 2 fëmijët këtu në Gjermani, kur krisi lufta aty tash unë kam pak problem për me folë për këtë pjesë, por ja që njerëzit janë edhe gjallë, këtë drejtimi dinë edhe qa, por unë me gjithë vllain tim Vilsonin kemi shku edhe i kemi lënë gjitha këtu, mendova edhe shkova në zyrën e lidhjes atje dhe bisedu me një person, ose mund ta them edhe publikisht, zotin Hafiz Gagica, dhe thash ishin ndodhur në Drenicë ngjarje me familjen e Adem Jasharit, gjitha ne ishim. E kom vendosë tash me Vilsonin me u fut në grupë dhe me hecë. Ani pritë tha pak, tha në stash vjesë ishte, i në zonë pak. Vitor tha, ti tha zban me shku kërqesh, as Vilsoni. Reni tha këtu, tha ju tha, ti tha më vishtu. Mirë. Edhe ajo ka kena i momenti kur në këmë thona di duhet me shku. Ika, i lash gjitha këtu. Por ja që nuk e bona si kur ka pas djemë që se kanë pyta s'ken. Edhe i ka marrë rrugën e vetë edhe ka shku edhe është fut atje. Unë nuk shkova ashtu, nuk i di pse. Më bindi, ose
edhe unala. Kështu që ai ka qenë momenti që kom deshtë. Por natyrisht këta faktor, këto bashkëdhetar këtu kanë ditur peshën tuaj dhe kontributin që mund të kesh dhënë atë periudhë nga Stuttgarti, i cili duhet të ketë qenë tetë i rëndësishëm, prandaj dhe ka dhënë këtë udhëzim. Gjithsesi ne do të ndalojmë për një pauzë publicitare dhe pastaj do kthehemi në pjesën tjetër të rrëfimit tuaj, të historisë dhe veprimtarisë suaj. Ti ndjekim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo mërgjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të mërgjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Nderuar vjetor, tani do të ndalojmë tek aktiviteti juaj i konsoliduar në bashkëpunim apo bashkëveprim edhe me bashkëdhetar të tjerë të spikatur nga të gjitha treva shqiptare. Unë shoh emra në prezantimin e Qendrës Kulturore Shqiptare në Stuttgart, ku ju edhe jeni kryetar. Do na tregoni pak a shumë për aktivitetin e kësaj qendre, ku shumicën prej tyre i dim, por edhe për hir të opinionit. Po, gjithsesi, pasi që lufta përfundoi faktikisht edhe u kryen ato detyrat e shtëpisë si mërgjimtar, dhe tani erdhi një epokë tjetër edhe mendum, tham, ç'a do të bëjmë të ardhmen. Deri me tani, okay, që ishte ajo fjalia bas u kry, në atë aspektin. Dhe çfarë më pas? Edhe çfarë më pas, po, si mërgat. Pastaj vendosëm me një grup miqësh, dashamirësh. Propozimi ishte nga zotëri Aslan Dibrani, edhe në këtë drejtim pastaj kemi punu fort, por ja që unë i thash vetes po, dhe e themelum
qendrën kulturore shqiptare. Në Stuttgart e regjistruam në organet kompetente, gjo që nga data e regjistrimit e tutje më zgjodhen kryetar, mbeta kryetar, tentova të dalë disa herë, por nuk më lëshojnë. Megjithatë, qëllimi dhe arsyeja e themelimit të kësaj shoqate ishte që të japim pak për gjeneratën e tretë ose të katërt, them, diçka tjetër, faktikisht, të nxjerrim nga ajo epokë e cila ata natyrisht se ishin të tmerruar me luftën që ndodhi dhe të dalim pak të mirëm pak me aktivitete kulturore dhe në kuadër të aktiviteteve kulturore të ruajmë gjuhën, kulturën, traditat tona e tjera, por edhe të rjetizohemi si shqiptar tutje. Në këtë drejtim si mision ja kam dhënë edhe vetit, por kam pas bashkëpunëtor shumë të fuqishëm, zonin Gjuli Eleci, edhe Zef Prenka, Mimoza Memlikaj, pastaj Koli, dhe të tjerë që janë aty prezent. E shoh që është edhe Mimoza Ametej në kryesin e qendrës tuaj. Po nga Tirana. Kjo më ka bërë që në fillim që të jetë një kryesi që ta ketë përbërjen me shqiptarët të gjitha trojeve etnike. Ashtu ishte qëllimi edhe në fillim, edhe i mbeta besnik kësaj gjoja dhe ashtu kemi vepru dhe jemi faktikisht antarët e kryesisë së shoqatës janë shqiptarët të gjitha trojeve etnike shqiptare. Qendra kulturore shqiptare në Stuttgart, për dallim nga shoqatat e tjera të cilët pak a shumë kanë një kronologji, aktivitetesh, ngjarjes që përfshin sportin, artin, arsimin, kulturën, brenda mundësive që kanë, ka bërë edhe hapa në drejtim të krijimit të relacioneve, do thoya më të përafërta me autoritetet lokale gjermane, për të ndërvepruar në aktivitetet kulturore, për të njohur shqiptarët, potencialin e tyre, traditat e tyre, sa keni vepruar në këtë drejtim? Po, patjetër kemi bashkëpunu me akterë, si me thonë, edhe të shtetit, si me thonë, gjerman, që kemi fillu nga parlamentare, tjerë, kemi pas takime nga me të ndryshme. Me të thonë të drejten, unë nuk e kom pas këtë strategji. Nuk e kom pas këtë strategji, sepse ku mendu që ne s'kemi nevojë të kërkojmë limosh askuj, edhe pse jetojmë, sepse ne atë që ka japim këtu, kemi të drejtë edhe ta marrim. Edhe ne, ajo strategjit e une, ndoshta dikane në fillim e ka pengu, por thuaj se sot jemi ardhur një kohë krejt tjetër kur të drejtë kom pas une. Pse kom pas të drejtë une? Kom pas të drejtë une sepse u thirrke shumë në ato që të punojmë dhe të bashkëpunojmë me institucionet gjermane që të integrojmë shqiptarët. Dhe tani shqiptarët nuk ishin nga bota e tretë. Shqiptarët ishin shqiptarët të Evropës. Europian. Ne ishim ata që dëshmonim me figura tona të cilat mburrën edhe Evropa dhe bota, si që kemi Nën Terezin për shembull. Sakt. Niket Dardonin për shembull. Tentuim Laudamos, që e ka shkruar himnin e kishës katolike që sot në mbarë në botës, faktikisht në këtë pikë, unë këmë thonë se ne do të japim një kontribut jashtëzakonshëm me çdo njërin shqiptarët të cilët do të kenë përkujdesje gjuhën, kulturën, nga kanar, si do të jetojnë, sepse shembulli më i mirë kemi arbresht e Italisë. E ne nuk kemi deshme u gjermanizu me një herë, pse kemi ardhur ne tash integrim po jo asimilim. Po jo asimilim. E kjo ishte ajo që pak a shumë ju kam qasë. Dhe në bashkëpunim me kryesin, ju kemi dhonë mundësi edhe krijuesve, të cilët kanë kenë dhe kanë jetu dhe jetojnë në Stuttgart, në Gjermani dhe me gjërë, dhe letrarve, ju kemi bë promovime të librave, kemi pas akademi përkujtimore për shembull, dhe promovime filmash, e tjera. Kështu që në kuadër të tyre aktiviteteve, ja kemi afru publikut tonë shqiptar, një mundësi që ata
ta gjejnë një Shqipëri në miniaturë të qendra kulturore shqiptare në Stuttgart. Jo lumt. Ishte edhe ajo. Jo lumt. Ku jemi tek pjesa e kulturës, e artit, e letërsisë, pash një punë të shkëlqyer, do thoja, me autorë të cilët jetojnë dhe veprojnë këtu dhe që kanë gjetur hapësirë botimi në kuadër të qendrës kulturore shqiptare në Stuttgart. Sa do të ndiqet kjo traditë edhe në të ardhmen për të ushtuar nga pena të reja, nga talent të ri, nga autorë të ri? Keni menduar në këtë drejtim? Patjetër, e ardhmja është në duart të rinjeve, gjeneratave të reja. Ne do të mësohemi evolucionin. Ne do të mësohemi për shembull me ndryshimet globale që bëhen faktikisht edhe në botë, por edhe në shoqërinë tonë shqiptare. Tani, nëse për shembull një shoqat e studentëve nga Stuttgarti del dhe bën një promovim libri, shembull po marr, edhe e bën në një formë, në një stil krejt tjetër se sa qendra kulturore. Atëherë faktikisht duhet nalëm edhe unë një gjenerat pak sa tani edhe të them avash të anshojmë tëne. E kështu që ardhmja është në dorë të gjeneratave, ne mendojmë dhe besojmë të i marrë parasysh të gjithë këta veprimtarë të çështjes kombëtare edhe përfaqësues të shoqatave të Baden-Württembergit, po flas tash për Baden-Württemberg, që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme me vite të tëra, e që me të drejtë edhe thuhet edhe i thojnë Stuttgarti se është kryeqyteti i shqiptarëve të Gjermanisë, po ndoshta edhe me gjërë, edhe mendoj që kemi dhënë kontributin edhe për gjeneratat e katërt edhe ndoshta edhe të pestat, dikur që ata... Ku jemi tek këta gjeneratat e reja, veçoj atë që thatë kur shoh formimin e organizatave studentore shqiptare, nga dalë arrim të kuptojmë se mund t'ju lëshohet atyre stafeta, si thonë një fjale, edhe të vazhdojmë më tutje. Por nuk mendoni që ju keni krijuar një fundament të vlerash, lidhjesh, networku edhe me vendasit, por edhe ndërmjet vetë komunitetit të cilët ndoshta të ri duan vite e vite për të ardhur në këtë pozicion. Dhe nga këtu buron edhe kjo pyetja, sa është ndërtuar ura e bashkëpunimit dhe komunikimit ndërmjet gjeneratave? A ka një urë të tillë? Ekziston një urë të tillë apo ka ndonjë konflikt gjeneratash? Këta dritë jam synë ashtu si din vetë. Për fat të mirë nuk ka konflikt gjeneratash sepse po e filloj me muzikën. Okej, bravo. Kur gjenerata jon, kur kemi bërë ato, kur kanë kenë ato thyrjet, si më thon, kulturore, edhe ndër ne atje, tek shqiptarët, faktikisht kemi pas grupe të mirë fillta, për shembull të cilët kanë pru rokun shqiptar atje. Edhe e kemi shiju, me thonë të drejtën, grupet s'po i nxon tash me emra, ndoshta s'po baj verbun, po megjithatë, edhe tani kur i shoh fëmijët, fëmijëve të mi, nipat e mi që i dëgjojnë ato këngë, atëherë tham që këto genet tona janë çuditshme. Nuk ka popull në botë që i ka këto gene, janë të kristalta, janë të mira, kanë ndjenja, janë njerëzore, edhe e kuptojnë të kaluarën. Pra, je i kënaqur me këtë procesin e trashëgimisë? Pa, gjithsesi, sepse edhe gjeneratat e reja e kanë kuptu, edhe unë e kam kuptu dikur për gjeneratës ma hershme se një degëzimet janë të mira, por në qoftë se s'ka rënjë, pikrisht. Nuk është e qëndrueshme asgjë. Edhe ne faktikisht si shoqëri, edhe këtu që jetojmë, rënjet janë. Edhe tani, edhe pse ka degëzime, nuk ka absolutisht s'ka problem se frytin e kanë. Edhe ne jemi bërë natyrisht në vitet 90-ta kur ka kalu kjo gjenerata ime këtu, kemi bërë një ndryshim radikal. Sepse merrem me mend atë kohë për shembull ti kur kam ardhur në këtu nuk kanë kënë njerëz të shkolluar. Pikërisht, ka qenë kryesisht një fuqi punëtore. Po kur kanë ardhur, kur kemi ardhur në atë kohë faktikisht jemi kanë gjithë studentë më të avancuar, kemi lexuar më tepër, ndoshta kemi pa botë ndryshe atje dhe kemi bën edhe çastin e integrimit në përgjithësi
që ne si shqiptar këtu kemi rjetizu faktikisht, kemi rjetizu njerëzit tanë në kuadër të shoqatave. Është dal nga ajo orbita apo getoizimi. Nga ato getoizimet e klubeve ose vendeve që ata i kanë pas dikur, por jo kemi dhënë mundësinë që normal që na ka imponuar edhe koha, sepse ne jemi kanë faktikisht edhe përcjellësit më të mirë, pritësit dhe përcjellësit më të mirë të figurave publike të cilët kanë ardhur, na kanë vizituar në Mërgat, për shembull, në atë kohë para luftës. Ka qenë edhe periudha më e rëndësishme historisë shqiptare, dhe jo kemi mundësuar aty që të vinë dhe të informojnë për situatën në përgjithësi dhe se si do të bëjmë të ardhmen. Pikërisht kur kemi pas akademik Mark Krasniqi, i cili ka ardhur për shembull në para luftë këto e zvinte me poshtë të gardin të tërë, sepse me një herë kishte, por vinte ai t'i krynte do detyra, do punë që i kishin më rëndësi dhe ne jemi kanë ata njerëz që faktikisht keni koordinuar dhe vepruar. Më bëri përshtypje ndër aktivitetet e shumta edhe humanitare që karakterizon Qendrën Kulturore Shqiptare në Stuttgart, një aksion humanitar kur ishte tërmeti në Kroaci. Si erdhët deri te ky vendim dhe çfarë impakti kishte tek kroatët? Si e pritën atë këtë gjest të shqiptarëve që t'u bojnë ndihmë për dëmet, për fatkeqësinë që ndodhi gjatë kësaj periudhe në Kroaci? Po, pikërisht me gjona të vogla, domethënë ashtu edhe Nën Tereza thonte që dëshmojmë faktikisht të zemërgjësinë tonë etj, por ne mendojmë që ta bëjmë një gjatë të tillë sepse në Kroaci mendonim që ka edhe shqiptar, ka edhe kroat, po ka edhe serb. Edhe tani nëse për shembull ne i keni aty dikon të fotografi po m'duket. Nëse ne për shembull do të çojmë do pako atje, do i çojmë do pako atje, higjienike, edhe do ta fusim amblenën e Qendrës Kulturore Shqiptare të Stuttgartit aty. Edhe ashtu në atë formë i kemi dërgu, edhe shumë interesante është kur i ka ra dikuj ajo pako një familje shqiptaresh në dorë ja ka fillu një grua me çajt. Si, edhe kjo ishte ajo jo që ne efekti edhe aty ishin për mi 60 pako që shkuan atje, e ato 60 pak nuk ju kanë rënë dorë shqiptarëve, ju kanë rënë nacionaliteteve tjera, hervatëve, serbëve dhe shqiptarëve, ndoshta edhe bosanëve, ku ta diune, por gjithsesi si është Shqiponja, është emblema e Qendrës Kulturore Shqiptare në Stuttgart, e cila e paraqet trojet tona etnike të bashkuara. Edhe ajo ka depërtu faktikisht shkoj atje. Ne e shfrytëzuam në këtë moment për bamirësi, natyrisht, por në anën tjetër e ka luajtur edhe pak a shumë një solidarizim me atë popull, se populli kroat gjatë luftës faktikisht kanë dhënë edhe ata një kontribut të jashtëzakonshëm. Faktikisht shqiptarët kanë dhënë për kroatët, por dikur kroatët pastaj edhe e kanë vlerësuar atë dhe shqiptarët e ndinë veten mirë atje. Por nuk është vetëm ky aksion i ndihmave humanitare që është bërë në kuadër të shoqatës tonë. Ne kemi bërë me Caritas International të Freiburgut, po ashtu kemi marrë një iniciativë për tërmetin në Shqipëri që ndodhi dhe aty mbrena eventualisht një javë e gjysmë mbledh 130.000 euro. Jo lomt. Dhe për këtë na kanë falendëruar edhe Caritasi, faktikisht me shkresa dhe me mirënjohje, por nuk jemi ndalë edhe këtu, pastaj ka ndodhur një tërmet edhe në Turqi, dhe ne si shqiptar pastaj kemi marrë po këtë hap edhe kemi mbledh ndihma dhe kemi çuar ndihma edhe në Turqi. Kështu që kjo është qendra kulturore shqiptare e Stuttgartit, e cila faktikisht nuk njeh kur është humaniteti në pyetje kombe, nuk njeh raca, po aq sa ka mundësi e jep faktikisht edhe nga vetja atë që ka. Kur largohet një shqiptar nga Kosova apo nga Shqipëria, nuk largohet Kosova ndaj tyre. Kosova është gjithmonë në rrugtimin e një mërgjimtari kudo ku shkon. Por tani falë pozitës së re të shqiptarëve
ku Kosova është shtet, Shqipëria nuk është në gjendjen e mëparshme të mjerueshme që pret ndihma të drejtë për drejta nga diaspora, është krijuar një zonë ndoshta më e përshtatshme që diaspora të mendoj për vete, të mendoj se si të organizohet mirëfill, të ndaj kohën e vet, të shikojë për fëmijët, të mësojnë në gjuhën shqipe edhe kështu me radhë. Sa kjo atmosferë faktikisht shqiptarët e diasporës din ta shfrytëzojnë për veten e tyre këtu në diasporë? Thonë të drejtën, mekanizmat i kemi. Apo komplet antenat janë përsëri drejt vendlindjes? Mekanizmat i kemi të veprojmë edhe ashtu siç e the. Okay. Do të thonë për vetveten kemi mundësi, sepse shteti i Kosovës faktikisht është edhe në Stuttgart, kemi përfaqësinë diplomatike, e cila është një strukturë mirë e organizuar, dhe me ata kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, por jo vetëm me ta, por kemi edhe me ambasadën shqiptare që është në Myni, dhe mendoj që edhe këto shoqata që janë në funksion, edhe shkollat plotësuese shqipe kujdo se janë, kanë një qëllim. Pra qëllimin që t'i hapin dyert janë të hapura, por njerëz të afrohen dhe të drejtohen të këto qendra, të informohen, dhe natyrisht se janë momente të cilat për shembull nuk duhet hekur dorë nga vendlinja absolut. Është e pamundur ajo, nuk mundet me kenë, por gjithsesi si edhe këtu, sa më të fortë që t'jemi ne, edhe ashtu të fortë do ta shohim edhe vendlinjën tonë. Dhe unë mendoj se këto gjeneratat që i kemi të katërta, tani e kanë arrit qëllimin, për shembull fëmijët e mi ose fëmijët e dikujt tjetër, gjeneratës time, kanë kryer shkolla, janë më mirë të sistemuar, të punësuar dhe po kthehem prapë te integrimi. Pikërisht po. Ato thirrje që u banin, mu integru, ata bën në mënyrë të natyrshme. Të natyrshme, por integrimi vjen vetvetiu, sepse ti gjenerata e katërt kur ulet për shembull atje në një, po e nxom në Rathaus Stuttgart, e di për shembull dikush që punon aty ose edhe ai punon me gjerman. Me italian, me grek, me kutadi, faktikisht integrimin e ka. Ne do të jemi të kujdesshëm që në kuadër të tyre shoqatave të ruhet lidhja në mes nesh si shqiptar, që tyne t'ju ofrojmë mundësi që këta faktikisht kanë mundësi ta shohin një Shqipëri në miniaturë, sepse kur them një Shqipëri në miniaturë, se nuk më pëlqen të tham gjithmonë Kosova, se Kosovën unë për veten time e njoh si veriun e Shqipërisë. Pavarësisht se jemi shtet. Dhe veriu i Shqipërisë dominon këtu në diasporë. Mërgata shqiptare kryesisht është nga atje, por gjithsesi ne duhet me kenë bashkum. Se kemi shqiptarë edhe nga Presheva, Bujanoci, nga Çameria, nga Maqedonia, kemi nga Mali i Zi e tjera. Faktikisht ne duhet me kenë këtu të bashkuar. Kjo qëllimi. Edhe ndoshta edhe kisha bë thirrje që këto interesat politike, për shembull, ta në dorën zemër se mirë është, unë jam qytetari atij vendi dhe jap votën ku unë mendoj, për shembull. Por jo të investohet në atë mos sa që të krijojnë edhe divergjencat, të krijojnë si më thonë polarizime të ashpra, po. Të ashpra, të cilat për shembull këto polarizime nuk i kemi pas më herët kemi pas për shembull me armikun, kemi pas punë me Serbinë edhe jemi bashku, por si mi kon ashtegër ndoshta nuk kanë qenë të gjithë aktiv siç jo ka shpërplasje ndërmjet pikërisht, siç janë sot mbas partive politike. Po. Jemi shqiptar, pa nëse është pluralizmi politik në pyetje, në të fitoj më i miri. Kjo është një lojë politike. Nuk është asgjë tjetër. Ai ka një 4 vjet, nëse punon mirë ja prap votën. Nëse s'punon mirë ja tjetrit. Por mërgata duhet me mete bashkuar. Mërgata duhet me ketë shqiptare. Kjo është një mesazh i duhur që vjen në momentin e duhur edhe nga personi i duhur
me të cilin mesazh do të përmbyll këtë pjesë të bisedës, do shkojmë me një hapësirë publicitare dhe kthehemi pastaj te pjesa e tretë e bisedës sonë. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 deri në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironi që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio të dashur teleshikues. I nderuar Vitor, pra Lek Dugagjini vjen në Kosovë për herë të parë me iniciativën tuaj në një shesh dhe monument. Ishte një organizim fantastik, ju përgëzoj. Faleminderit. Do na flisni pak për emocionet, për këtë iniciativë. Po, me thonë të drejtën, ne ishim në vit në 2024-ën, edhe në fund të vitit isha aty dhe i vizitoja vorrezat e fshatit aty që datojnë që nga viti 1300. Edhe i shefja në krahasim me vorrezat e tjera nuk ishin keq. Por nuk ma moshin synin ashtu, dhe thash diçka duhet, më thirrë një zë, ban diçka për këtë vend. Edhe une ishte ajo dita që i frekuentuan vorrezat e shqiptarët e besimit katolik, edhe aty i shifsha do djem suksesshëm që jetojnë në Europë, edhe ishim rrit me ta, edhe ashtu që e bërëm ashtu një takim me ta. Ashtu filloi. Por në anën tjetër kishim edhe një ide për sheshin Lek Dugagjini, por edhe për bustin, i cili për herë të parë, natyrisht që ndodhi në Shpenadi, sepse nuk ka në troje shqiptare, askun.
Edhe ishte një madhështi atë mbrëmje se e shprehat, ata nuk e dishin për çka bëhet fjalë, me të thënë vërtetën. Miqtë dhe dashamirët e mi të fshatit, aty që i përgëzoj dhe i uroj për ata kanë qenë gjiganta kanë qenë sepse e kanë dhënë kontributin, kanë qenë aq aktiv, aq edhe me emocione janë kanë të gjitha këto gjëra. Kështu që filloi gjithçka marr, ne në kuadër të asaj pastaj me linjë përmbyllet me sukses këtë. Po, kemi themelu një shoqat me një herë, kemi regjistruar në organet kompetente, quhet Lek Dugaxhini. Okej. Shpenadi, edhe në kuadër të asaj shoqate faktikisht i hapëm 3 tendera. Sheshin Lek Dugaxhini me bustin, Vorreza që datojnë që nga vitin 1300 me 320 metra mure dhe hekura, me infrastrukturë nën toksore dhe mbi toksore, me gjitha çka i përkasin ato nuk mungon asgjë, edhe i kemi bërë një muze etnografik për takime për njerëz që shkojnë aty dhe ja kemi dhënë një familjare aty mundësinë që në atë muze ta ketë një mini biznes të vogël, një pizzeri, të qetë një kafe, të pret dikan, të përcjell dikan. Pra ai muze është me fotografi që e kalojnë të kaluarën tonë historike dhe gjësende kështu. Edhe ato faktikisht u kryen për një vit edhe kemi pas një aktivitet vitin e kaluar, është bë promovimi i shoqatës dhe inaugurimi i 3 projekteve që e filluam, të cilat u realizuan me sukses dhe i falenderoj shumë ata që kanë ndihmuar në këtë proces. Pra ndihesh i përmbushur. I përmbushur është një gur në kalan të cilën mendoja që mungon. Ka ndonjë peng akoma Vitor Spaçi në relacion qoftë me veriun e Shqipërisë, si që thoni? Me të thonë të vërtetën, ëndra ime, jo vetëm ëndra ime, po ashtë sa të marrë frymë, sa të jem gjallë, do të punoj për bashkimin e tokave shqiptare. Dhe në këtë rast, me këto gjona, nështë unë s'kam një fuqi. Sa jemi afër këtij bashkimi, si pas jush? Duke krahasuar me të kaluarën, situatën në cilën gjenden aktualisht shqiptarët. De facto ne jemi bashku, de jure nuk jemi bashku. Tani, çka duhet ne? Ne duhet afrohemi më tepër njëri me tjetrin, ta kuptojmë dhe ta dëgjojmë njëri tjetrin. Të mos jemi me njëherë skeptik, nëse ti lëviz diçka do të bën për vendin tënd, edhe unë me njëherë me skepticizëm me të marrë, jo, po dëgjoj, barëm ta jap një shans. Edhe kështu që të afrohemi, sepse vetëm me dashuri me njëri tjetrin, me respekt ndërsjellët, mund të bashkohemi ne. Dhe nëse ndodh kjo de jure, ju a kam bërë pyetjen shumë bashkëdhetarëve, po përderisa po flasim do të thoja me kaq përkushtim për këtë gjë bashkarisht, do të bëj edhe një pyetje, cili mund të ishte kryeqyteti i shqiptarëve, duke përjashtuar se shumica më kanë thënë për Prizrenin, po që mos të tregojmë ato dozat e lokalizmës, me që jeni me origjinë nga aty, cili qytet tjetër shqiptar mund të ishte kryeqyteti i shqiptarëve? Sipas mendimit tim, kjo është një pjesë kur strukturat organizative në drejtim të cilat do të zgjidhen dhe të përzgjidhen, do ta kisha pranuar, për unë si Vitor, që e dëshiron Vitori. Po, pikërisht, unë si Vitor faktikisht nuk kisha ndryshuar asgjë. Nuk kisha ndryshuar, e kisha lënë Tiranën që të jetë kryeqyteti i shqiptarëve në përgjithësi, natyrisht që një vëmendje të veçantë qyteteve si Prizren duhet. Por për mua edhe një fshat të zgjidhet kryeqytet i trojeve etnike shqiptare për mua ka vlerë, se më lere më qytetet si Tirana ose Prizreni. Për te Prizrenit edhe Mirditës, ku borojnë dashurit, nostalgjit tuaja dhe krenarit tuaja në të njëjtën kohë, me cilin qytet tjetër shqiptar je i lidhur shumë që shkon e viziton gjatë verës me familje që ndoshta nuk e ka detin, por ka atë pjesën tënde shpirtërore që dëshiron të shkosh. Me të thonë të drejten, unë shkoj në veri shpesh. Çdo herë se shkoj pa shku në veri, faktikisht në veri jam, por po e marrë në Rrshen, në Lezhë, por ngjitem edhe atje në Spaq. Ku jemi kenë atje, edhe kam vizituar vend.
Kështu që... Si ndihesh emocionalisht ko njerëzit që i njeh gjerman vinë me përshtypjet më të mira nga vizitat e fundit në Shqipëri, nga turizmi që ato e bëjnë, qoftë detit, qoftë malor. Si ndihesh? Mirë ndihem se unë kam taku edhe njerëz këtu tamam që jetojnë me mua në një rrugë aty në Ploingen, edhe ata me bicikla kanë shkuar atje nga mali i Zimi bicikla, më tregoi këto gjëra, kështu që ka kalu shumë bukur. Është populli shqiptar ka mikpritjen, ka dashurinë, ka respektin. Shikoni, ne kemi vende të mrekullueshme. Kemi vende të mrekullueshme, deti shqiptar ke çka të shohësh, pastaj shkon në vende, për shembull, ke çdo qytet ke kalan. Është historia, është bukuria, është mikpritja. Ke katedralet e vjetra, ke xhamiat e vjetra, ke monumente historike. Edhe është një vend që nuk e ka frekuentuar Evropa shumë, por tashmë është Evropa është aty. Dhe unë mendoj dhe besoj se ne kemi presporitet në këtë drejtim, edhe do të jemi shumë më të fuqishëm edhe më të mirë nëse ne do ta kuptojmë njëri tjetrin, nëse ne do ta shiqojmë sy njëri tjetrin, si vlla, si motra motrën, të mos konsiderojmë ne gjithçka të jetë komercializëm këtë jetë, se fundja fundit asgjë do të marrim nga kjo tokë. Po mesazhi për në fund për gjeneratën më të re, të cilët kanë lindur në Gjermani dhe atë dheu i tyre apo vendlindja e tyre në fakt është Gjermania, ndërsa veriu i Shqipërisë është atë dheu i të parëve, si mund ta quaj. Çfarë mesazhi ke? Mesazhi im është për gjeneratën e katërt, që ju them se ne i kemi ndërtu infrastrukturën që ata ta kenë atje, të gatshme. Ju kisha lut, ata vetëm ti mirëmbajnë. Ti hapin dritare. Të shkojnë nga njëherë, të frekuentojnë atë vend. Nuk kanë nevojë për ndonjë investim. Vendi më i bukur i botë është. Tani unë të them të vërtetën, ne jemi 7 vllazën. Edhe kemi një lagj tonën. Është lagja jonë. Me gjitha i kemi të ndërtuar atje, me infrastrukturë, me çdo gjë. Edhe ajo po më jep më shumë forcë se kur i shoh për shembull djalin tim, i cili merr fëmijën dhe thotë, unë s'un po shoj askund përpos aty. Sa bukur. Ajo është diçka e mrekullueshme. Kënaqësia më e madhe. Ata i ftoi edhe të tjerët që ta bëjnë këtë gjë, të mos hikin në vende të tjera, në të shkojnë ta shohin botën, por aty në të kthehen se guri i ron pushon në vendin e vet. Ishte kënaqësi Vitor Spaçi që ju kishim në studio në Origina Show. Ju dëshiroj suksese juve dhe qendrës kulturore shqiptare në Stuttgart. Zoti ju rujt, faleminderit, ju përgëzoj dhe ju uroj shëndet të mira. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë të dashur teleshikues, këtu e